Sezoni i korrjes së grurit po përball me vështirësi të shumta kultivuesit e zonës në Topoj Seman në Fier, të njohur për kultivimin e drithrave. Sipërfaqja e mbjellë me këtë kulturë është reduktuar më shumë se 50%, ndërsa prodhimi mbetet larg pritshmërive. Fermerët thonë një zëri se çmimi është tepër i ulët, 30 lekë për kilogram. Po, në përgjithësi nuk është i kënaqshëm, se edhe thasira ka bërë të sajnë, edhe nuk po marrim atë që pitesh. Shumë pak, një pjesë bile ka marrë shumë pak, me 2-3 kujtal për dëlym, del me humje nga gruri. Unë 3 dëlym grur kam mbjell, aq mbjellun sa për nevojat e mia, qatë ngelet, shes sa për të mbuluar shpenzimet që kam bërë. Nuk ka prodhim. Për mua, nuk ka. Ja, shikova kushërinë e mi unë, 5-6 dëlym ata, mos më shumë që kem pat, mund të kem 4-5 kujtal. I kanë apo si kanë. Edhe shumë të tjerë që kanë parë, që kanë qurë në hoborë ata, në qimendo, kush 4, kush 5, kush nuk e di që të ketë marrë në njeri prodhim të mirë. Nuk ka prodhim se plerat janë të shtrejnë, da, të gjitha. Edhe ai që da ngasi, po da ngasi në aqë, se edhe ai e blen naftën aqë. Dhe i s'ka qa ben. Edhe ne s'kemi qa ben, aqë kemi të ardhurat,